Unë kam patur bekimin që ta njoh Hirsi Nikollën para gati 10 vitesh në rolin tim si drejtuese e World Vision, një organizatë që punon për fëmijët. Dhe më kujtohet një fragment i cili duhet ketë ndodhur diku rreth vitit 2016-2017 ndoshta, në të cilin ne po nënshkruanim marrëveshjen me Kishën Ortodokse. Unë isha së bashku me skuadrën time, Hirsi Nikolla, Hirsi Andoni dhe përfaqësues të tjerë të kishës ishin gjithashtu në zyrat e kryepiskopatës edhe po bëshim gati që të uleshim në ato karrigët që ishin për gati. Dhe ne ulëm si skuadër e World Vision në njërën anë, në anën tjetër ullë Hirsi Nikolla, Hirsi Andoni dhe përfaqësuesit e tjerë të kishës. Dhe në atë moment, unë i bëj një koment Hirsi Nikollës duke i thënë, po ky poltroni këtu në midis nesh, pse është bosh? Dhe i thot, ky poltron është bosh sepse këtu ulet Krishti, Zoti ynë Krishti. Edhe është ai që e bekon këtë marrëdhënie që ne po ndërtojmë së bashku si dy palë. Dhe ky moment më mbeti në mend si një moment urtësie nga Hirsi Nikolla, dhe kuptova që aty që kisha të bëja me një person, me një njeri shumë të perëndishëm. Është një moment i dytë urtësie që më vjen në mend nga Hirsi Nikolla. Ne organizonim ditën e lutjes si World Vision dhe e patëm ftuar që ai të mbante një fjalë inkurajuese për ne. Mesazhi duhet të bazohej tek ai pasazhi i Ungjillit që është tek Mateu në kapitullin 5, vargu 14, ku Zoti Krisht thot ju jeni drita e botës. Dhe Hirsia e solli në një mënyrë jo vetëm kuptimplotë dhe të thellë, po ishte një moment i cili më mbeti në mend nga fjala e tij, ku ai tha, Zoti këtu nuk po thot ti je drita e botës, pra nuk po të drejtohet në numrin 1-jës, se shumë e lehtë ta lexosh pasazhin në këtë mënyrë. Ai po thot ju jeni drita e botës. Pra ne e gjithë kisha të krishterët janë drita e botës. Dhe ky mesazh bashkësie, uniteti ishte shumë i fortë për ne në atë kohë, edhe një moment urtësie që do më mbetet në mend për gjithë jetën nga Hirsia.